Para se të kaloj të infermiera, zonja Afrodit, kur themi tek edhe nona shtatzona, vizitat, si identifikoni shtatzonat, sepse jo të gjitha bëjnë kontrolla në sistemin publik? Vetëm ato që i kemi këto në sistemin publik. E nëse lajmërohet dikush prej kontrollave private dhe duhet të jenë pjesë e vizitave, mund të jetë pjesë e listës? Patjetër që edhe ato mund të jenë pjesë e listës, edhe momentin që na tregon që kam nevojë edhe unë për një vizitë të tillë, atëherë ne ja ofrojna. Për shembull, çka ofron vizita e shtatzonave? Të ndalemi të shtatzonat. Të shtatzonat merren shenjat vitale, këshillimi gjatë shtatzanisë, mandena i tregojna që pas lindjes tek i drejten me përfitu për programit këtu vizita. Besoj që çdo ditë kontakt të tillë keni Blerona. Do doja shumë të ndalesh atë pjesa praktike, sepse ndoshta shumë ma letë është me fol na që jemi këtu duke shkruar, duke folur, ndërkohë që ju jeni në terren, në praktik me këto nona që përjetoni çdo emocion tyne. Të ndalemi fillimisht tek ju jeni edhe tek nona shtatzona në vizita, apo? Si është kontakti me nona shtatzona? Si dalloni këtë energjinë, emocionin që e tha dhe Liseta? Fillimisht vizitën e parë kur ato nona shtatzona i kemi në fillim shtatzanisë. Po. Sigurisht është ai stresi, çysh kam e vazhdu shtatzania, çysh kam ja dalë mbas lindjes, po gjithherë kemi bashkëpunim me nonat. Gjithherë jemi në kontakt me nonat. Edhe mundohemi që sa ma shumë t'i mbështesim, se të paktën nonat ka nevojë për mbështetje. Mundohemi me mbështet sa ma shumë nonat, me afruat ato këshillat që ka nevojë. Po, shumë e vërtet.